thot i lartëmadhëshmi në librin e tij, ja eyyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz, ju jeni të varfërit tek Allahu, kurse Allah është ai pasuri i lavdëshmi. Me të vërtet ne jemi të varfër për Allahun subhanahu wa taala. Jemi fukara ndaj tij, jemi të nevojshëm ndaj tij. Dhe asnjëherë në formë absolute është e pamundshme që ta arrijmë pavarësinë tonë prej krijuesit. Është ai i cili na pajis me ajër, me dritë diellit, me tokë, me gjitha. Pa lejen e tij asgjë nuk ndodh. Ai i mban malet stabile, e mban tokën, e mban qiellin që të mos lëkundet. Pa ndihmën e tij nuk ka asgjë. Prandaj ne jemi të varfër ndaj krijuesit ton. Dhe kjo është ajo varfëri të cilën dëshiron krijuesi prej neve. Se gjithë feja sillet rreth kësaj që ne më robëru Zotit, më nënshtru atij me shpreh varfëri ndaj tij, me shpreh dashurinë dhe mallëngjimin për takimin me të. Ky është thelbi i Islamit. Prandaj mos harroni, sado që të pasuroheni, ju prapë jeni të varfër. Ju jeni të varfër ndaj krijuesit. Mos mendoni që pavarësoheni ndajherë prej tij. Mos mendoni që ndajherë mundi me dal prej pushtetit të tij dhe prej rregullit të tij universal. Andaj le të nënshtrohemi krijuesit ton, i cili është begatuesi, bamirësi, Ar-Rahman Ar-Rahim, i gjithëmëshirshmi dhe mëshirëploti.